Cila është procedura që ju si përmbarues aplikoni për të shkuar tek debitori? Si e identifikoni atë, si e lajmëroni? Pra cila është procedura në total e kësaj pakete ligjore? Qartë. Atëherë, baza ose ajo çka nga ne i fillojmë mbledhjen e dënave përpara debitorit është titulli dhe urdhri ekzekutimit. Në raste kur to janë dy dokumenta të ndryshme. Domethënë, generalitetet e palëve që janë pasqyruara në urdhrin e ekzekutimit në vendimin gjyqësor, është ajo nga përmbërruesi gjyqësor fillon. Përveç kësaj, neve përmbërruesit gjyqësor privat kanë sot akses për disa vitesh edhe në sistemin SIAIP, që është sistem që mundson lidhje me sistemin e gjendjes civile, me DSHTR-n dhe me ASHK-n përmbërruesve gjyqësor. Dhe nëpërmjet këtij sistemi ne kemi mundësi që të verifikojmë edhe gjendjen pasurore, aq sa na mundson sistemi, të palëve që janë pjesë në procesin gjyqësor. Përveç kësaj, mund të drejtohemi zyrtarisht me kërkesë për informacion çdo institucioni publik ose privat, ju mendoni që kanë ne informacion. gjykojmë të nevojshëm për dënat e ekzekutimit, që duhen gjatë procesit të ekzekutimit.